dëgjues të radios Malisheva dhe teleshikues të radio televizionit Malisheva 2001. Është koha e emisionit javor tradicional Takimi në studio. Këtë radhë musafir kam zotëri Fatmir Dugollin. Edhe ky takim në studio realizohet në kuadër takimeve tjera që ka të bëjnë me mbylljen e emisionit të Radios Kosova e Lirë me 27 vjetorin e mbylljes së emisionit të Radios Kosova e Lirë dhe Agjencisë së Lajmeve Kosova Press. Fatmir Dugolli ishte njëri nga kolegët tanë të luftës, i cili bashkë me fatin e radios dhe të agjencisë e bashkangjiti dhe fatin e tij, edhe përkundër gjithë sakrifica ai sot jeton edhe gëzon lirin. Fatmir, mirë se ke ardhur në studion. Mirë se jam, përshëndetje për gjithë ju. Kërkoj fillimisht të ndiheni i lirë si në shtëpi tuaj. Faleminderit me gjithë respektin. Përndryshe, jeni nga ata shokët që e ke pas lidhur jetën për disa muaj të vitit të vështirë 1999 të radios dhe të agjencisë, si dy media të lindura nga flaka e luftës, të themeluar nga shtabi përgjithshëm i UÇK-s. Ju ishit operator teknik në Radio Kosovën e Lirë. Para se me, apo na thu pak një letër njoftim t'juaj të shkurt prej ka rinin tuaj të hershme, fëmirin e deri te ardhja në radhët e UÇK-s. Faleminderit, përshëndetje për gjithë. Unë si Fatmir Dugolli, qysh në fëmiri, u mersha me rrim se me profesion jam elektricist, edhe gradualisht shkollën e mesme të kry, shkollën e nartë, edhe fillova me qenë një servis, me marrë riparimin e radio dhe televizionet, në vitin 1990. Plot 9 vite punova si në servis, edhe pasi që filloi lufta, fillova edhe shkova të Rames Qeriqi, Loni, u regjistrova për më u kyç në shërbimin ushtarak të UÇK-s. Me dhoni një kontribut, ashtë sa këmë pas mundësi. Ramizi më tha që ti nuk e nevoj me shku në Shqipni, me marrë më atem, por me do t'au pun këtu, edhe do të punësh me rrim me instalime. Me kalimin e kohës, në pikën e fshatin Pjetërshtic, u takum edhe me Ali Mullinin, ai pjesëtari i ushtrisë shqiptare. Të bon bisedë, tha Fatmer, tha po fillon, tha në radio tha në Berish, ai nuk e di kënë herë edhe çu quqi radio, tha jem tha në bisedime, tha dhe Ahmet Qeriqi, tha ka thonë që edhe një teknik për na vyn. Gjatë bisedës, me Alin tash po, ku të ka mësi, ku keni nevoj, tash unë jam i gatshëm. Me pa durim e preqa. Edhe të bo bisedë me Alin, Alia tani më të regoj edhe vanin ku me shku, radio vesh kish pas fillu një 4 ditë para se me shku une, edhe shkova në Radio Kosovën e Lirë, uzateta me profesorin Ahmet Qeriqi, që edhe kum njoftë edhe para lufte, uzateta dhe me disa shokë që si kisha po asë një herë, edhe merë mirë që u posh me ata shokë, edhe ma shumë të merë mirë edhe për veti që u bona pjesë e një stofit radios, edhe jem krenar për atë pjesën që u bashkangjita një ushtrin shqiptare për me dhonë atë kontribut. Cilat kanë qenë detyrat tua si operator teknik në Radio Kosovën e Lirë? Detyrat e mia kanë qenë pjesërisht mirëmbajtja teknikës, operator, gjatë ditës, gjatë fillimit të programit, fillum me transmitime tani ishë Vadet Hoti. Vadet Hoti ishë edhe para meje që e kishë bo një provoj aty, unë e halove se kisha bo aty, ishë hera parë për me bo një provoj, edhe për qëtësha se si punuhet aty. Tani masa ne fillova edhe une, edhe mirëmbajsh me tekniken. Mirë po si sot më kujtohet që a teknik na që kemi mërbojt, a ka qenë një punë jashtëzakonisht e madhe, një punë e mundshme, sepse ka qenë zonë e luftës, kemi qenë në grenatime, edhe u duke çdo herë me bo montimin, edhe që montimin e ty në do të 2 herë në ditë. Me që po përmendet teknika,
nuk kemi dhënë asnjëherë imazhin se si duke i teknika e Radios Kosova Lirë, sepse atëherë e sot janë po hapa të mëdhaj të digitalizimit. Digitalizimit ashtu në maje ajo që bënim ne ishte një transmetues, një mikset, ca mikrofona, gjithë operatura teknike. disa deka i thonë atëherë ata lexueste aty në kasetave, audio kasetave. Gjithë ajo aparaturë, a është kaq? Gjithë ajo aparaturë ka qenë elektromekanike. Shpesh më pyesin edhe qytetarët, tash e kanë punën në programin dokumentar të Radio Kosovës Lirë, edhe më thonë ta Fatmer, shka është ajo me gishta që bën kështu. Aja është se na e kemi dhënë një program, ku dhe ju keni qenë aty, çdo herë intervista që keni prunë prej trenit, janë dhënë në drejt për drejti. Do të drejt për drejti, aty duhet me konë heshtje, mos më ndohë diçka një zhurmë një anë, që atë generatori nuk kanë dëgjuar mikrofon. Me mimikën, marrëvesh. Po, marrëveshja ka qenë me gjeste, me gishta, ne besa dhe Martinçunit shpesh edhe i këmë thonë kështu me gishti këmë hati, që se nuk e di ka po hec kaseta, apo s'po hec. E të isha larguar të isha ato. Radio Kosova Lirë, si që kanë thonë dhe shumë shok dhe tash, shumë herë është sulmuar, është goditur, nuk është goditur bash radio, por pretendimi ka qenë që të goditet radio si rasti i bombardimit me aeroplanet e ish Jugosllavisë, e me shumë prej dhe shumë marketa, apo ne ka në një moment në kujtim të aty në sakrificave bashkë me shokët. Kujtime ko shumë të kujtime, por një ndër kur me 27 mars që në kanë gjujt me raketa, është taj kujtim që nuk harrohet kur me raketa në gjujten majët Berishës. Edhe neve në met antena, se ishëm duke e bort antenën, edhe në met antena të në pikën ku rrezikojke, mirë për në sreti, në setë pona filloj me shku me marë. Edhe une, pas në seti, tash në setë tash nuk lëndë vetë, Martini në kishëm mropë, edhe Martini piskate çdo herë të keni kujdes e runo. Se veç dhe kema na shkatru në antena. Mirë po për fatë që pështum të gjithë aty, edhe morëm antenën edhe vendosëm tani në mojët të Pallanikit. Ka posë momente tjera bashkë edhe njëherë do ta tregoj, për hirë dëgjuesve, në Somollar u qyke një vanë në Berish dhe patëm vendosë antenën në mojët të Stugit të Sonës. Aty edhe gjatë grenatime, na shkojsh me dhosh me program, edhe fillova në hypa natë me çmontu antenën. Edhe ata ishin konë të gjunë prej Arlotit dika, arshin plumat i nisha unë e plumat të bon fërë, edhe Martin që unë më bërtet edhe në sreti. Tha, mos këshirë me çmontu, tha, po kape tërhiqe kompleta, me atë shtyllën edhe birë poshtë, tha se i e rrezikum. Unë edhe me në qecë, edhe këta të bon fotografi, nuk e di ako atin që zem ajo Martini, edhe ku shkum ati ishte në program, ati në qizim që kishë bon, ata krejt plumat i shikon dikun ka 50 cm, 60 centimetra tu si rretit, se si kisha përjetu në më marë plumë ashtoj, nisha frënju, a e frënju vesh ish ofert. Shumë ofert edhe nuk ka prejkë fare, për fatin. Për ndryshë jetën në Pallanik tani ishte një vështërsi tjetër, një vështërsi e veçanta për jo. Po. Kretë për jashta, kretë në natyrë. Kretë në natyrë, hoptaz në majtë Pallanikit. Le që ishëm në program transmitimit ato, po kena posë edhe me ta bësh pak të thamë që kena posë edhe këto për kujdesin e teknikës nëse rrezikohemi, pa të më hopë edhe bunkera për strehimin e aparaturës, edhe njëherë në ndodhe që u ndërprej programi, nuk e di cila do të akonen, u pa të ndërprej programi për një 7 dit, edhe shkumë edhe e demonstrum atë pjesë se qysh me vendosë. Edhe qysh me siguru që në rast se rrezikohet krejt ajo pjesë që teknika mos zënjet, materiali që ish i Radio Kosovës Lirë mos zënjet. Mos të kapë. Dhe më thonë e varrës, është kjo rast e kërë varrës. Kjo është bonë teknikisht e kemi bonë, kemi demonstru aty që s'ka pos kush përveç dikush me neve, me disë tjetër kush s'ka pos, e kemi previzu mirë aty, me qita ato fletat të dushkojës, që mënyrë teknika mos zënjet. Mos zënjet materiali që i kena shërbynën, u që kësë. Mos djenë dorë të armikut, mos djenë. Po, në qershor, mbetëm të fundit në Berish. Po. Mbetëm të fundit në Berish, po e thamë edhe unë e këte se njerëzit shkun,
zbretën në shtëpitë e tyre, në fshatrat e tyre, edhe pse djegura të shkatruar, edhe në kryeqytet shkuan, ngelëm Radio Kosova Lirë halon malët e Berishës, deri me 21 qershor. Deri me 21 qershor. Tani bashkë me radion edhe ju në Prishtinë, apo jo? Po, bashkë me radion. Edhe për sa kohë? Jemi shku në Prishtinë, kemi najtë aty edhe 2 muaj det, e kemi vazhduar. Edhe të je këthy në vendin e Mapashën? Po, 2 muaj det e këmë vazhduar programin e Radios Kosovës Lirë në Prishtinë, mas 2 muaj dite, aty duke të ashtë edhe njerëz, me orë ashtë edhe me profesionalistë, tani, mirë po, unë isha edhe me profesion, thash qysh në fillim elektricist, edhe me kërkesë edhe të shokëve, ju thash që unë do të shkoj tash te, tha Fatmer, tha ti ku dush, po unë prapë do të jam pjesë e juja, prapë do të vazhdoj, edhe shkova u kyqa në firmën e Elektro Kosovës, si elektricist. Sot vazhdoni aty, apo jo? Po, sot jam hala aty, duke vazhduar. Çka do thot për ju që ishit pjesë e stafit Radios Kosova Lirë dhe Agjencisë Lajmeve Kosova Press? Për mu do të thotë shumë, edhe jem shumë krenar që isha pjesë e asoj lufte, pjesë e asoj radios. Edhe sot ku shkoj edhe ku zatit na me shok më pyesin, edhe ata e nin krenar se çfarë pune kena bon, edhe kush jemi kona, edhe çka kemi bon. Edhe më pyesin sot se si është e mundën ju me bon atë punë gjatë luftës. Si keni mundësi ju ato demontime, montime me bonën teknikës, kurse po për çdo ditë, kurse ato korektor, ato sane, ato nuk lejohen 2 janë ditë më jek, ato duhen çdo 6 muaj të kontrollohen, e jo 2 janë ditë. Tani besa ndryshimet klimatike për shkak kushtet që ka qenë bore, shija nena. Bore ftoft mos. Bore ftoft, mirë po, ndash Zoti na ndihmoj edhe këto punë e bën vendosmëria. Dy mrekulli që për të sotën këtë ngjarje të rëndësishme ishte asnjë defekt në pajisje. O shumë interesant që asnjë defekt në pajisje nuk e kemi pas. Edhe asnjë shok i ram. Asnjëherë. Po punë edhe shumë interesant që asnjëherë nuk e kemi fillu programin për pa i kontrollu të gjitha pajiset, a janë të gatshme për me punu para se me fillu programin. Që mos të kemë pengesa, që mos të kemë ndërpreje. Edhe asnjëherë nuk është ndërprej për shkaqe teknike, veç për shkaqe lufte, që kemi qenë të rrezikum. Për shkaqe që ka pas probleme operatura teknike, asnjëherë nuk është ndërprej. Fatmir, nëse ka dhe diçka që nuk ju kom pyete, do ta kishit thënë, mikrofoni është i hapur për ju. Jo, veç që kisha bënë një mesazh të gjithë qytetarëve, kudo që të janë, ne të vizitojnë malet e Berishës, ne të vizitojnë Radio Kosovën e Lirë, ne të vizitojnë pikat ku kanë luftu, se është bërë një luftë e ushtrisë shërimtare. Ata le që ndërojnë neve, po në ndërojnë edhe neve edhe veten, po edhe luftën e lavdishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit, respekt. Faleminderit. Shëndet të mira. Faleminderit.